Është një festë e madhe për fenë islame. Prandaj gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar muslimanëve të gjithë, mbarë Shqipërinë në botë, gëzuar e një vit i marë mirë në familjet e vetë. Kjo ditë është një ditë gëzimi, pasi muslimani zguxon të festojë vetëm, por mundohet që të mundsojë edhe të tjerëve gëzimet dhe ta gëzojë këtë ditë. E unë si mufti i Kukësit uroj nga zemra në emrin tim dhe muftinisë Kukës të gjithë besimtarët të rrethit tonë, por dhe me gjërë të gjithë Shqipërisë dhe kudo që janë muslimanët anë mban botës, gëzuar Fitër Bajramin, qoftë kjo një festë begatie, mirësie, harmonie dhe paçi gjithmonë mirësie, begati në familjet tuaja e kudo.